Do të thënë kustet e fjalës la ilaha illallah janë këto. Edhe ka thënë el ilmu el munafi lil jahl, do të thënë dituria që është e kundërt me ignorancën, wal yaqinu el munafi lish shak, edhe bindja që është në kundërtën me dyshimin, wal ikhlasu el munafi lish shirk, dhe veçimi ose përkushtimi i pastër që është në kundërtën me shirkun, was sidqu el munafi lil kadhib, edhe sinqeriteti që është në kundërtën me gënjeshtrën, wal mahabbatu al munafiyatu lil bughd, dhe dashuria që e kundërshton urrëtitjen, wal inqiyadu al munafi lit tark, dhe nënshtrimi që e kundërshton braktisjen, wal qabulu al munafi lir radd, dhe pranimi që e kundërshton refuzimin, wal kufru bima yu'badu min dunillahi ta'ala, dhe mohimi i çdo kujt që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Mirë, këto janë kushtet shkurtimisht, dhe kuptimi i tyre është kuptimi i lehtë dhe argumentet për to janë të shumta. Pasi dikush mund të pyes, ku i gjetët ju këto kushtet fjalës la ilaha illallah? Do thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka thënë ka kushte, do thotë kështu shprehimisht se ka kushte. Kështu thon disa. Edhe thonë ju i keni shpik këto kushte, ose ku i gjetët. Përgjigja për ta është i kemi gjetur këto kushte aty ku i keni gjetur ju kushtet e namazit, edhe kushtet e abdesit, edhe kushtet e haxhit, që dihet se cili thot namazi i ka këto kushte, do të thonë disa thonë 6 kushte ose 9 kushte më saktësisht. Edhe Ramazani ka kushte, do thotë agjerimi, që nëse nuk plotësohen kushtet, nuk pranohet ajo vepër. I themi ku i gjetët këto kushte? I gjetëm në Kur'an dhe në Sunet. Edhe ne gjithashtu kushtet e fjalës la ilaha illallah i kemi gjetur në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa këto kushte nuk bën dobi fjala la ilaha illallah. Pa u plotësuar këto kushte, do të thonë nuk i bën dobi njeriu fjala la ilaha illallah.